kur ke mungesa, je më i motivuar. Po. Ndërkohë që kur i ke të gjitha fillon edhe pra kur s'të mungon asgjë, po e them kështu. Gjithmonë do të mungoj diçka, po e zëm sikur s'të mungon asgjë, po e them hipotetikisht. Po. A është e vërtetë që fillon të mungoj vetja? Një farë boshllëku, një farë kështu, fillon të gryen, ajo mola kështu nga brenda. Po, ke të drejtë, ky është proces, besoj i shoqërisë sot, se shikoj shumë të rinj që janë pa dëshira dhe më bën shumë përshtypje si ka mundësi të mos kesh dëshira. Duke nisur që nga fëmijët e mi, i them, po mirë, ti çfarë ëndre ke? Ke një ëndër, po, që tek shkolla e lartë, për çfarë do të vazhdosh? Po, se di. Unë e dija që në kryet herën se çfarë doja. Edhe më bënte shumë përshtypje kjo gjë, edhe fëmijët e mi që më kanë dëgjuar gjatë gjithë kohës që unë jam shumë pasionante dhe flas edhe them si ka mundësi që ju se dini, po mirë ti si e ke ditur, po ja e kam ditur nëse unë jam kërkuese. Pra njeriu asnjëherë duhet ta humbasi veten, po e humbi veten atëherë ka humbur gjithçka. Absolutisht dakord me ty. Gjithçka. Po ti duhet ta kërkosh veten edhe tek gjërat e vogla. Për shkak duhet të merresh me shumë gjëra kreative që ta pasurojnë shpirtin. Edhe unë sot i kam gjitha, por nuk ri dot, e di ç'kam bërë kohë të fundit? Kam bërë një mur me shishe. Okej. Me shishet që ka pirë im shoq. Bira, verë. Me shishe qelqi. Qelqi. I ke thyer, besoj? Jo, nuk i kam thyer, i kam vendosur ashtu, kam marr ashtu si amatore që jam në fushën e ndërtimit. Po çrëndsi Po ka kjo. ja dola dhe jam shumë e lumtur sikur çfarë kam bërë. Jo, unë doja të pyesja, domethënë cili është qëllimi i kësaj? Qëllimi është që Kreativitet. Apo të shprehësh, po them, të heqësh stresin. të bësh diçka unë. Po, të bësh diçka të mos rish kot. Po si e gjen kohën? Dilja në balkon e gjithmonë më binte nga perëndimi, më binte një rrezë dielli. Thotë pse mos e mbyllun atë? Si ta mbyll, edhe u kujtova tash për gjithë këto shishe që pihen në shtëpinë time, pse mos i bëj edhe i ruajta. Im shoq më paragjykonte, më thashte po se bën dote që ke këto, e të rëvërre, e bëjmë me vetrate, e bëjmë kështu, jo, dua ta bëj me shishe. Edhe i kam vendosur shumë ngjyra. Ka dalë besoj një fasadë shumë e bukur. Shumë e bukur. Besoj nga brenda ke vendosur bazën e shishes. Nga brenda dhe janë uniform. Janë uniform. Ato, sa e bukur. ka dalë bukur. Edhe nga mbrapa. Shikon çfarë bëni ju burrat kur përpiqeni të demoralizoni dikë që se bën dot? Po mua po më the nuk e bën dot, atëherë më rritet akoma më. I shtoj minatin. Ndërsa nga jashtë është Nga jashtë është kjo e shishes, gryka e shishes, por i kam bërë një dritë nga balkoni tjetër që i bikëshu, edhe duket bukur shumë natë. Si e thyen ajo diellin e verës zakonisht? Është një mrekulli. Dielli mbasditja kur perëndon është fantastike, ngjyra, shishet, edhe është bukur edhe këtu ndeznjë abazhur nga që të duket bukur edhe për ata që kalojnë lindjes. Sepse mos harrojmë që ky është një tjetër qëllim që duhet respektuar. Jo, po duket bukur edhe. Mrekulli. Që nuk rri dot pa bëj gjë, kam fjalën. Dhe sa mirë. Edhe pse mua më duket sikur ku e gjen kohën. Edhe unë çuditë. Edhe ti japon këtë pyetje vetes ku e gjen. Po këtë e bëra sapo morëm pushimet e dimrit, domethënë 2 ditë para Krishtlindjes, për 2 ditë e bëra. Për 2 ditë. Si ka mundësi që njeriu ka ca njerëz që kanë nevojë të jenë të zënë gjatë gjithë kohës? Pse vjen kjo nevoja për të qenë i zënë gjatë gjithë kohës? Duket që më ke pyetur mua, po do të them dhe unë. Mbase temporitmi i punës jetës tënde, edhe nuk e perceptoj dot atë pushimin kështu absolut, të llojit që do rri kot. Okej, ka momente ashtu, ka momente që dua të rri kot, i them vetes, sot s'do bëj asgjë, vetëm do rri shtrirë. Po pastaj nga mbasditja filloi Së mban ajo. Pjegon? Po unë kam gjithë keqe që unë kur jam bosh, filloj dhe mendoj. Jam kështu overthinker. E kemi të përbashkët këtë. Edhe zhytem dhe vetmja mënyrë që unë të dal nga kjo është që unë të merrem vazhdimisht me gjëra. E kam edhe mënyrë shpëtimit, pra të lodhem duke bërë gjëra, që të mos mendoj. Edhe besoj ashtu jeton. Edhe në fakt mendoj që jeton, se tani trish kot. Duket sikur vegjeton, nuk ndodh asgjë me ty. Ka njerëz që shijojnë të ndëjtur këtë dolce far niente kështu. Mu kujtua është një sfidë që bëhet në Spanjë në mos gaboj. Ku shërim shumë kot. Po. Vendosen ato shtretërit dhe është dembeli më i madh quhet sfida. Këtu dhe kush fitonte çunim. Do ta fitonte. I keni këto përplasjet e brezave rose? Ba, nuk e di domethënë çfarë perceptimi për jetën, po të rish, shtrir, gjithë ditën në dhomë i mbyllur, nuk e kuptoj domethënë,
nuk e kuptoj. Adoleshent. Lumë si ata njerëz që e kanë këtë gjë se janë rehat. Ja, ashtu. Janë rehat. Po kur më thot mos e vrit menjen, thot. Ne edhe kur flem shohim ëndra. Me punë, vazhdojmë punën që lam gjatë ditës e vazhdojmë në ëndër. Ashtu. Nëse do gjeje një fjalë për të përshkruar veten në këtë fazë të jetës, cila do ishte ajo fjalë e vetme? Për ta përshkruar veten me një fjalë, dashuri. E di pse them dashuri se përgjithsisht perceptohet sikur është vetëm dashuria është një univers i madh, nuk është vetëm për një person apo për gjithçka. Domethënë kjo është ajo gjëja që unë bie në dashuri duke punuar, pra me punën jam 100% aty. Edhe nëse bie në dashuri duhet jesh 100%. Patjetër. Në çdo gjë, pra edhe te muri me shishe. Po, sidomos te muri me shishe. Jo, sidomos në teatr. Sidomos në teatr, im shoh që bëhet pak xheloz, se më thot ka filluar ta shpreh tani. Duhet zgjidhni punën që ta doni ashtu siç e do Rozi. Nuk i bindër mend për asgjë. Ju jeni në profesione krejt të kundërta. Krejt të ndryshme, ai është inxhinier. Edhe i kemi pas shkollat komshie. Si ka qenë për ty kjo? Politekniku me akademinar. Si ka qenë për ty pasja e një bashkëshorti që nuk vjen nga e njëjta fushë? Se e kuptoj, dy njerëz të cilët janë të dy aktorë ose njëri regjisor, tjetri aktor, e kuptojnë fare mirë edhe sakrificat e profesionit, po kur janë dy profesione të kundërta duket pak më e vështirë. Kurse unë mendoj që në kryet herës, që kur kam dashur të zgjedh partnerin tim, kam menduar kështu. Pra, nuk do doja kur ta kisha në profesion. Sepse profesioni tjetër bëhet më atraktive marrëdhënia. Se është kaq që ngjashme do rinin vetëm duke sha të tjerët. Po, të njëjtët persona. Po. S'do ishte fare e bukur për mua, ndërkohë që besoj ka një çik mister, por ç'a bën ti atje po, te puna jote? Po, ç'a bën si është edhe unë për atë, edhe ai për mua. Besoj vjen i shet të gjitha shfaqet. Po, absolutisht. Ai është rregulli numër 1. Është jo përveç se i shikon, po është edhe një vlerësues kritik, po. E me shënim. Kjo kështu, kjo ashtu, kjo kështu, por edhe unë e besoj shumë, sepse është një sy i lirë, jashtë paragjykimeve, jashtë çdo gjëje. Sigurisht ai ka atë dashurinë që unë të dal më mirë, normale është kjo. Por i them pa klapa fare, po flasim unë edhe ti, duar çfarë kuptove, çfarë ndjeve, çfarë. Po është sy inxhinierik, ama sy i stërvitur që i dallon gjërat. Po, sy racional. Sepse neve 1 dhe 1 nuk na bëjnë 2 asnjëherë, ne na bëjnë 102. Kurse ai 1 i bëjnë 2 dhe pik maron në shkenca, nuk lëviz dot. Kështu që e besoj shumë në gjykimin e tij. Dhe besoj që çdo marrëdhënie, ndoshta Egoni mund na konfirmoj këtë, po ashtu edhe Rozi, se unë vetë nuk e di akoma. Ti merr eksperjencat tona dhe zgjidh mbi besim apo ja, është cilësia më e lartë që ti duhet të përkosh. Po nuk patë besim, pastaj nuk ka më marrëdhënie. Se ekziston, po. Bëhet e lodhshme jeta, besoj. Për çfarë ke dashuri më shumë në këto momente, me që më the fjalën dashuri? Për çfarë kam dashuri në këto momente, kam për jetën. Jeta është gjëja që ti duhet biesh në dashuri, duhet ta duash jetën. Por kur ti vjen nga një ca humbje, atëherë kupton. Ne rebelohemi me jetën, shpesh e themi se dua këtë jetë, nga problematikat, nga ngarkesat e tjera dhe por pastaj kur vjen një humbje shumë afër, ti e kupton që jeta është më e vlefshmja. Edhe unë e dua jetën dhe dua ta shijoj deri në momentin e fundit, dhe dua ta mendoj fare kur është ai fund, mund të jetë edhe tani dhe nesër, s'më intereson fare. Dua ta shijoj këtë jetë. Dhe besoj ky është një mesazh që vlen për të gjithë, sepse ndodh ndonjëherë në naivitet ne edhe themi sa mirë iku dhe një ditë tjetër. Ose kur njerëzit trishtohen se po rriten në moshë, kur kanë ditëlindjen dhe janë të trishtuar, mua më shokon kjo gjë. Po pse ti je rritur, do thotë ke shijuar e ke jetuar edhe një vit. Pse po dëshpërohesh që u plaka. Po pse themi u bësh 100 vjeç? 100 vjeç nuk mund të bëhesh i ri. Do thotë apo një urim tjetër kur i thon bebave, u rrit dhe u bëfsh plak me mjekër, që do të thotë të jetosh. Dhe unë nuk e kuptoj pse të rinjt apo edhe një mosha ime për shembull, kur fillojnë kalojnë
prefiksin tjetër, thonë, o baba, edhe dëshpërohen, s'duan ta festojnë, jo, unë dua, mua më pëlqen, se them kam jetuar një rrugë më tepër, një rrugë, tregon një rrugë tjetër që unë kam shkelur, kështu që është pasuria më e madhe në fakt, përvoja dhe jeta. Po. Jeta që ke brenda vetes me vitet. Po. Ke përvojë, ke gjithçka, ke shijuar, je hidhruar, po janë pjesë e jetës. Janë pjesë e jetës. Pjesë e jetës. Pa ato pastaj do ishim kot. Kështu. Nuk do kishim ç'to tregonim. Po, do kishe edhe do ishe pa emocione të forta. Mua më pëlqejnë emocionet e forta në fakt. Edhe kështu që nuk më kalon pa gjë jeton, si pret shpesh emocionet e forta. Pra ke tolerancë apo thjesht e lë veten të reagosh në bazë të emocioneve? Po, nuk i paramendoj, domethënë përpiqem që ta marr ashtu siç vjen. Nuk dua sepse i bi ta vuash 2 herë. Kështu që më pëlqen ta vuaj vetëm në momentin që vjen. Nuk e paragjykoj fare, nuk them se si kush e di, jo fare, det vi. Tashmë jam nga përvoja, i pres me krah hapur edhe nuk më... Çfarë këndvështrimi i bukur për jetën ky i Rozit?